Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu të takojmë falënderimet, atij i mbështetemi, të ka i strehohemi dhe vetëm prej tij kërkojmë. Përshëndetjet nga zemra qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, udhëzuesin, drejtuesin në rrugën e Allahut, mbi shokët muslimanët dhe cili që ecë pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tema radhës, thot autori, sqarohen disa adhurime që shpikën politeistët për të cilat nuk ka argument nga Allahu, si dhe jepet kundërshtimi ndaj tyre. Jemi ka fundi i surës Al-An'am dhe kanë mbetur vetëm edhe 2 pjesë ose 2 udhëzime ka kjo sura. Kjo që është e sontit inshallah edhe e ardhshme, dhe më pas do të kalojmë në surën A'raf. Si që kemi të regu, surja An'am, pasi që ka zbrit në Mekë dhe ka zbrit tërësisht si surë komplet, i trajton disa tema të rëndësishme të besimit. Pika kryesore përveç besimit në Allahun, e trajton edhe profetësinë. Profetësinë është për qëllim edhe çështjen e pejgamberllëkut, po edhe çështjen e shpalljes, si dhe ditën e gjykimit. Për arsye se në të gjitha këto çështje politeistët e Mekës kanë pas qalime, kanë pas probleme që nuk kanë arrit me i tejkalu dhe me i kuptu tamam ç'do. Allahu e ka zbrit këtë sure komplet për një herë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar para politeistëve të Mekës, duke janë ngritur përmes kësaj argumentet e qarta se Allahu ka fuqi, ka mundësi të zbres ajete që trajtojnë tema shumë delikate, të i tregoj ato në mënyrë të spikatër, mënyrë të qartë, mënyrë të drejtë për drejtë, dhe njëjtën kohë të ngris argumentin ndaj gjithë politeistëve dhe të i tregoj ato naivitetin, qasjen e tyre, domthonë në kundërshtim me logjikën e shëndosur para se me çan kundërshtim edhe me shpalljet e gjithë pejgamberëve. Në këto ajete Allah e tregon një qasje interesant, një mençuri shumë të ulët, një naivitet shumë të skajshëm të politeistëve. Ibn Abasi radhiyallahu anhu thot kush don me ditë logjikën e arabëve të asaj kohe, arabëve domosdoshmë ata që nuk e kanë pranuar Islamin, le ta lexon surën Al-An'am prej ajetit 130 e andej. Se aty tregohet për veprimet e tyre që janë kundërshtim me logjikën që ata ju thirrë në logjikën. Një prej arsyeve që banorët e Mekës e kanë kundërshtuar shpalljen, ka thonë s'po hin në kokën tonë, s'po na duket e logjikshme, s'po na duket e kapshme. Kurse që kjo logjika që ata kanë pretenduar se kanë logjikë zhvilluar, janë ulun nuha, kanë mendje të ndritura, në qasje të mençura e kështu me radhë, që kjo logjik i ka sjell ato me disa veprime që njerëzit e logjikshëm qeshin prej tyre. Allahu thot, po lexoj ajetin që kena zakon, pastaj inshallah i shpjegojmë në mënyrë pak më të drejtë. Thot Allahu, dhe nga ajo që krijoi ai prej të lashtave, domthonë prej bimëve dhe prej kafshëve shtëpiake, ata idhujtarët e Mekës ndan një pjesë për Allahun dhe thanë, kjo është për Allahun. Si mendonin ata? E kjo tjetra është për idhujt tanë. Ajo që ishte për idhujt nuk shkon te Allahu. E ajo që është për Allahun shkon te idhujt e tyre. Sa gjykim i shëmtuar është ai që gjykojnë ata, duke i bërë pjesën e idhujve, duke plotësuar me pjesën e idhujve ajo që është e Allahut në rast nevoje, e të Allahut jo kur ato faktikisht bishin ndesh njëra me tjetrën. Ajeti tjetër thot Allah, kështu shumicës e idhujtarëve, i idhujt u ahjeshuan atyre mbytjen e fëmijëve të vet, për të i shkatruar dhe për të angatruar fen. Fen është për qëllim fen që ka mbet për fesë e Ibrahimit alayhis salam, fesë e pastër. Po sikur të donte Allah, ata nuk do të bënin atë, andaj hiq tyre dhe asaj që shpifin. Pastaj tregon një budallaki tjetër. Thot sipas bindjes së tyre, ata thoshin, këto kafsh dhe këto bim janë të ndaluara, nuk mund të ushqehesh me to. Përveç ata të cilat
ata të cilat ne u alejojmë. Këto tjera të kafsh, që janë të ndaluara që tu i hypët atyre. Këto janë kafsh që gjatë therrës së tyre nuk përmendin emrin e Allahut duke shpifur kështu ndaj Allahut. Ai do t'i ndeshkoj ata për shpifjet e tyre. Madje ata thonë, çka është në barqet e këtyre kafshëve është vetëm për meshkujt tanë, e ndaluar për gratë tona. E nëse ishte e ngordhur fruti në bark, domthon të kafshët, ata meshkuj e femra ishin të barabartë në të. Do ta ndëshkoj ai cilësimin e tyre të rrejshëm. Ai është i përsosur në punët e tij, i gjithdijshëm për krijesat e tij. S'ka dyshim se kanë dështuar keq ata që mbytën fëmijët e tyre nga mendjelehtësia, e pa kur fardije, dhe ata që duke i shpifur Zotit shpallën të ndaluar atë që Zoti u kishte dhuruar. Ata kanë humbur rrugën e drejtë dhe prej fillimit nuk ishin në udhëzim. Këto janë disa prej formave të adhurimeve, qasjeve që kanë pas banorët e Mekës, që e thash fillim janë për t'u qeshur. Për t'u qeshur, sidomos për njerëzit e mendjes, për njerëzit e logjikshëm. Ata, me gjithë ato adhurimet që ja kanë bërë idhujve, që në realitet adhurimi ndaj idhujve, për ulja ndaj tyre, nuk është logjike. Nuk është e logjikshme. Ata pastaj kanë ardhur dhe kanë sjellë gjëra tjera të çuditshme, që nuk i kap logjika e njerit. Një për tyre është se i kanë do edhe bimt edhe kafsht. Disa prej bimëve kanë thonë, i kanë lënë kurban, që to janë për Zotin, e disa bimë tjera kanë thonë, këto janë për idhujt tonë. Shqasa interesant. Kjo të mira që kanë nërë për këtyne bimëve, që ka jenë konë për idhujt, nëse kanë kalu ka kjo pjesa që i kanë lënë për Zotin, ka thonë, ja, du të mi këthy atje, se Zoti s'ka nevoj për to. Kurse të mira që kanë nërë për këtyne pjesëve që i kanë lënë për Zotin, kanë shku të kjo pjesa e bimëve, ka thonë, do të mi lënë këtu se, këto na kena nevoj për këto. Unë e kam bo esencën e qasëve tëre e kam bo atëfar bestytnin rreth idhujve, jo rreth Zotit. Edhe të kafsh njët. Do i kanë lënë për Zotin, do i kanë lënë për, i nëzotu për to, do i kanë lënë për idhujt e tëne. Pastaj çka thot Allah? Po ashtu idhujtarët e tëne, këtu për fjala idhujtarët është për qëllim ose idhujtarët, ose shejtani nga njëherë është përmend këtë formë, jav ka hjeshu atëne, jav ka ndreq me i mbyt fëmijët e vet pa të drejtë. Arabët i kanë mbyt fëmijët për dy arsye. Disa arab, jo krejt, disa fiset arabëve. I kanë mbyt fëmijët për disa arsye. Djemt, domthonë fëmijët që kanë qenë meshkuj, i kanë mbyt nga frika e varfërisë. Nga frika që na tani nuk kena pasurinë, nëse vinë fëmijë shumë tani s'kena çish mi majt. Kurse vajzat i kanë mbyt nga frika e turpit. Ka thonë këto ka mundësi, nuk e majnë moralin si duhet, kështu që ma mirë për mbysmi tash. Ose, ka mundësi në për lufta ndryshme, këto binë robë luftës, kështu që na hup në deri. Ose, një tretë, një çështje e tretë, që ata e kanë llogaritë me logjikën e vet, ka thonë për mbysmi vajzat, për arsye se në realitet nuk na dohen. Neve na dohen burrat. Dhe që kjo, për mi mbyt jo, po për me trajtu vajzën keq, që kjo bestitni ekziston atë populli jon hala. Një për arsye populli jon që i kanë nënçmu deri tash vajzat, ka thonë se çka po të vinë vajza. Djali është ai që ta mon shtëpinë. Djali është ai që tërrem për mas. Djali është ai që dohet për punë, djali është ai që dohet për luftë, djali është ai që të mbron. Që kjo ka qenë bestitni e politezëve të Mekës që Allahu i thot qofshin të shkatëruar për këtë pëzgjedhje të mund shkatrimtare që kanë bërë ata. Pastaj Allahu e vazhdon prap temën. Prap te kafshët kanë thonë, i kanë do kafshët. Disa pe kafshë kanë thonë këto janë ndalume me bo me to kur gjajq. Disa tjera thot këto janë të lejume mi pre edhe mi hungër veç një pjesë e popullit, jo ketë, veç paria. Disa tjera ka thonë këto nuk lejohet as me ju hyp, as me i përdor, as me përmend emrin e Allahit kur të hypsh do, as kur gjasha ka të bëjë me to. Mon janë sikur me thonë janë
të paprekura. Pastaj prapë të kofsht. Ato që ka lindin për kozhe, kanë thonë, ajo që ka lind për kozhe, mon vici që vjen, nëse është mashkull, lejohet me hongër veç burrat. Nëse është femën, ose nëse vjen i ngordhur mbas komentimeve të Kuranit, 2 komentime, atëherë këtu lejohet me hongër të dy partë. Burrat apet po. Burrat apet po. Kurse mashkullit nëse janë, ata vetëm burrat. E këto çuditëra doshë vllazni, mi thonë që tash, na mi kallëzu që tash, secili për neve kishte thonë, a ka mundësi që kjo më ndodh? Po, ka mundësi. Ka mundësi. Dhe kjo është një pikave kryesore që në që të derset që i kena, të udhëzimeve të surave të Kuranit e kemi cek shpesh. Dija e Allahut absolute ka gjyku që njerëzimi ka nevojë për udhërrëfyes që vjen direkt prej Zotit. Dhe këto janë pejgambert. Për ndryshe mbushët toka, qysh është e mbushur tash me bestytni, me fe që nuk ta rrok logjika hiç. Unë para një muaji po tani ders në një xhami, edhe kur e përmenda logjikën e njerëzve thash që aty ka mri logjika e njerëzve bashkohor, që adhurojnë edhe minin. Unë kisha këtë çështje të lexuar. Një pej vllaznive kish hime në internet se sa kish marrë mend ç'është e vërtetë. Ç'është ka mundsi njëri me adhuru minin. Tani e ka gjetë një ditë që po me ka një sekt që shkon edhe adhuron minin edhe i mirëmban edhe i këshyr edhe i ndreq edhe i rregullon edhe është i çuditshëm ajo. Adhuron minin mirë, po cili është dallimi me adhuru minin edhe me adhuru lopën edhe me adhuru idhujt. Në realitet krejta këto nuk kanë kur një farë mundësi e ty me të bëu kur gja ose me ndihmu ose po çfarë do me thonë që çysh dush me përparu njeri, çysh dush me hec përpara, prapë ka me pas nevojë për udhëzimin hynor. Udhëzimi hynor i pastër, i drejtë që vjen prej anës Allahut. E tash kur i tregoj unë që to ju këtë thoni çysh be i kanë do kafsh kështu, çysh ka mundësi, kjo nuk ka ndodhur për një ditë dashur vllazni. Këto janë bestytni të ndryshme të njerëzve. Por ndyshem kallzoni ju mu, çfarë dallimi ka laraska, sora, laraska i thojmë, sora që i ka kratë e bardhë, çfarë dallimi ka pe sora që i ka kratë e zezë ose pe plumbit? Gjitha janë shpend. A më nëse u nal te populli jon, nëse u nal laraska në shpinë e dikujt na, ka thonë ka më na ndodh diçka. A logjikshme kjo? Sa të logjikshme? A ke mujt mjav hek që ta pe njerëzve, pe kokës njerëzve? S'ke mujt mjav hek. Kjo s'është logjikshme, kjo është budallaki, është me kesh. A mua ke mujt mjav hek, se mujt mjav hek, pse sa ajo ngolit me kalimin e kohës? Maca zez me të kalu rrugën, dush më nalë me mendua, me vazhdo rrugën ajo. Ku me di ku më konë të shkun, është ki nevoj me bona i pun ju nalë njerëzi, ka më valloj na kaloj maca zez rrugën. Vesh nalë ta këshire që të filëm, tash e nisja me kesh. A mu hala është prezente. Hala ma e keqë si që kjo, patkoji i kalit në krejta restorantet e muslimanve. Syni në krejta restorantet e muslimanve. Që të bën syni? Që të bën patkoji? Ku a logjika është nosh e njerëzve? Ku ka met? S'ka met logjika është nosh, s'mon me met logjika e pastër, përderisa nuk ka njeri, nuk kapet njeri për krijuesin edhe për ligjin e tij. Tash kur themi na çështu, këto janë bestytni, këto janë mendime të çuditshme, habitshme. Dikush për neve mund me thonë, është një pjesë e njerëzve që kanë ikë pe fesë, tu ikë pe qëtën e gjërave. Edhe në botë arabe, në botë domethënë perëndimore, edhe kudo, është një pjesë që e quajnë veten filozof, të ndritur, të ditur, intelektual e kështu me radhë. Ata s'besojnë as te maca, as te kjo, as te dilli, as te hona, as te idhulli, as te Zoti. Qëre budallakija dhe çmenduria ku mund me shku. Po në çuditshme, domethënë veç shkon ti pe një ekstremit e shef një ekstrem tjetër. E çka besojnë ata? Ata e kanë një idhull tjetër. Na nuk e shohmi atë idhullin, ose e shohmi në bazë shkrimeve tëne. Ai është idhulli i menjës tëne. Ata mendojnë që veç menja vet ka mundësi me ditë vërtetën, tërkush s'ka mundësi.
Dhe për çudi, kur vinë që ata njerëz të mençur, me trajtu çështje shumë delikate, japin opinione sikur mi pasën argumentet para syve. Për shembull filozofët e njohur, edhe të grekëve, edhe tash, ku me ditë së herë apo libra ndryshme kanë diskutuar për shpirtin. Ku shkon shpirti, çka bën shpirti, nëse desun e ku shkon, disa kanë thonë shkon te kafsht, disa kanë thonë shkon te një njeri tjetër, disa kanë thonë shkon në për lule, në për kështu. Pe ka këto argumente bre? Ku i morë këto argumente? Ku pe shifni ju shpirtin? Ku pe gjoni shpirtin që i keni këto argumente? Thot Ibn Taymi rahimahullah. Thot nuk ka mundësi vetë se njeri i të kotës, vetë se njeri që nuk e ka rrugën e drejtë, nuk ka shans vetë se ka meron kundërshtim me vetveten e tij. Çfarë do rrugë që merr? Do të meron kundërshtim me vetveten e tij. Se nuk e ka rrugën e Zotit. Nuk e ka atë natyrshmërinë e pastërt. Tash ti ik prej Zotit se nuk je tu e pa. Edhe i beson shpirtit psa e shef çdo ditë? Ku i tu e pa? Ik prej Zotit që e shef çdo gjurmë Zotit në tokë. Ka do që je e shef krijimin e Zotit, e shef fuqinë e Zotit. Edhe i beson shpirtit pse se thu, unë mas i kam shpirt po lëvizi. Ku të ndalin shpirtin nuk po lëvizi. Veç që kjo lëvizje aty po të bën përshtypje. A mo lëvizjet e këtë gjërave tjera, e kozmosit këtë kjo s'ka rëndësi. Kjo s'ka lidhje, kjo veç çështo është. Kjo është e palogjikshme. Është kundërshtim me logjikën e shnosh. Andaj dosh vllazni, pe këtyne ajeteve, këto ajete kanë zbrit meke për çat problemin që ka qenë atëherë. Po idhujt, bestytnit janë në forma ndryshme, ato lëvizin bazë lëvizjeve njerëzve dhe të kulturave ndryshme. Idhulli i adhurimit logjikës të mendjes të menu që çdo herë mendja thotë, çdo herë zgabon kur, ky është idhull. Ky është idhull që faktikisht njerëzit që quhen si filozof, ata mundohen me promovu, me kallëzu që vetëm mendja e njëjtë është ajo që i del çështjeve në skaj. Po këtë arsye, përmes që sa mendjes ata kanë thonë, kanë tregu, kanë rrëfy, kanë kallëzu fjalë që na keshim me to. A janë kund mençur në disa aspekte, janë kund mençur, s'ka dyshim. Po dituria, mençuria nuk ka mundësi me u pavarësu. Koka e njëjtë nuk ka mundësi me u pavarësu dashur vllazni. Ose vjen kundërshtim, që thash edhe sjell fjalë që njerëzit e mençur fillojnë me qesh me to. Andaj pikave kryesore është se njerëzit, në këto ajete nëse e shohim se Allahu kur i ka kriju njerëzit tokën, çdo gjë që e ka kriju dhe bashkë me ta i ka qu pejgamber për mi drejtu njerëzit në rrugën e drejtë. Për ndryshe, shejtant, mendimet e ndryshme lujnë me njerëzit dhe i çojnë sa në atë kodër, sa në këtë kodër. Çështja e dytë dashur vllazni, atë që përmena edhe tash, po e përmeni e theksoj edhe një herë. Kur i sheh banor të Mekës, një prej problemeve që e kanë me shpalljen, e kena përmend disa shkaqe, janë shumë shkaqe që ata se kanë pranuar shpalljen. Një prej problemeve është se nuk kanë pa gjëra konkrete. Edhe pse pastaj ju kanë dhënë gjëra konkrete, prapë s'kan besu. Po kjo është një prej arsyeve tënde. Kanë deshur për shembull i kanë thonë pejgamberit kallzona, zbritna një me lajke në tokë, ta shohim që janë me lajket. Njeri ti pejgamber, ti njeri nda njeri, ti pejgamber tash mesin ton. Diçka është interesant, kallzona diçka jashtë ekzistencës njerëzore, diçka speciale. Qona diçka një shpallje që na me mujt me të besu ty, mu bind. Dhe Allah e kallzon se prej shpalljeve çuditshme që ja ka qu pejgamberi sa edhe pse më e madhja është Kurani, në kohën e pejgamberit sa është dahona në gjyst. Dhe kanë dol banorët e Mekës e kanë pa një pjesë të honës gjeton, një pjesë në ato. Vën monal me mendu, me thonë çysh ndodhi, çka ndodhi, i unë kthy tani në anën jo logjike. Deri tash kanë lyp diçka logjike, tani u kthy në anën jo logjike. Ka vënë se ti je magjistar. Kjo nuk ka logjik. Kjo nuk është logjik. Logjika është kur e sjell një argument edhe kundër argument. Tu është çështo, nuk është çështo. S'mund mund ndahona për arsye se mirë, po jetu e pa me sy. Jetu e pa me sy. Çka mi bota arsyeve? Mi ke bë sy të magji, se për ndryshe nuk ekziston kjo. Kjo nuk është argument i njëri që lyp argumente. Nuk është argument. Edhe në jetën e sotit dashur vllazni, atë që përmend edhe më herët. Këtë arsye unë e kam thonë edhe shpesh e kam përmend. Logjika e ateistit është me një shembull, edhe pse kur thamë ateistit ju mendoni ateista domthon jo. Ateistit edhe çtyne të mëdhajve që janë tash, që është agent
e ateizmit të shkencëtarëve në botën sot moderne. Logjika e ateistit kallëzohet me një shembull shumë thjesht edhe qesharak. Thot një shkencëtar amerikan është besimtar, nuk ka musliman, po i beson fesë. Thot logjika e ateistit është thot nëse është të hecë rrugës edhe e gjon një kimik në tokë, thot me një herë të shkon menja cila fabrike ka prodhu. Kurse i njëjti person e shef gjithë këtë krijim edhe si shkon menja që ka një prodhues, një krijues. Çfarë logjike e thjeshtë? Çfarë logjike e lehtë? Çdo sen që ka shef ti e din që do të më konë dikush që e ka pruç aty. S'ka orë vetë, nuk u ndrejsh vetë. A mu krej që gjithësi që e shef ti vetë ku ta spjegoj, se vetë ta spjegojnë. Për shembull, Dawkins, kur e ka përmend, që është për ateista më të mëdhajt asaj kohës, kur i kanë thonë po mirë, çuçi spjegon ti këtë galaktik kështu të çuditshme. Këto trupa qiellor çuditshëm. Çish mund ti më spjegu këtë përkryrje të krijimit. Thot është e vërtetë, thot kjo është një për gjëra më të vështira me spjegu. Pse se thot është për një thot është çaq e përkryme, çaq e rregullume, thot që shtirash me gjithë përgjigje, thot si duket thot është një fuqi thot e jashtme, thot që e mirë mban thot, për ndryshe thot nuk ka mundësi me lëviz. Çfarë fuqia e jashtme? Çka është? Masi po diçka më kon diçka e jashtme. I jashtë vetë krijimit. Ajo Zoti, pa ai s'mund të thon Zoti. Këtë arsye, edhe filozofët tjerë, jashtë domthonjë gjërave që ai kanë studiu, se shkencëtarë zakonisht i studiojnë, ju nal në dy mrekulli që Zoti i ka sjellë te njerëzit. Thot mrekullia e bukurisë qiellit me yje, kjo është ajo që shifet, edhe thonë mrekullia e normave të moralit që ekzistojnë në shpirtin e njerit. Qysh? Thot që ta thot se di, thot qysh kina mundësi thot me shpjegu. Pse ekziston të njeri në mrena, në thellësinë e tij me dashur të mirën edhe me urrejt keqen? Pse ekziston thellësinë e njeriut mrena në shpirtin e tij me dashur atë që i ban mirë edhe me urrejt atë që i ban keq? Pse ekziston në zemrën e njerit mrena turpi? Për çka ekziston? Pse nuk ka mundësi me lind një fëmijë mos me pas turp i kërgjojit? Pse ekziston të fëmia në kokën e vet, logjikën e vet, pse ekziston matematika e thjeshtë. Matematika e thjeshtë që mi thon fëmis, ti je këtu, edhe një është këtu, ai një 2, ai një 1. Po 2. Pse s'ka mundësi me nuk kur, me thon, nashtë janë 1. Pse s'ka mundësi? Këto janë çështje të brendshme, krijime të brendshme që Zoti e ka krijuar njerin çat formë. Këto filozofë çka janë? Disa për tyre ateista thonë që kjo është e pakuptueshme. Thot me hi thellë në qenin e njerit thot ka mrekulli thot që nuk kena mundësi me shpjegu. Megjithatë s'ka mundësi me besu. Kjo është pastaj pika e tretë. Pika e tretë e parafundit për këtë çështje. Allahu po kallzon këtu, po thot kedhalike zayyana likathirin min al-mushrikin qatl awladihim shuraka'uhum. Allahu po ato ortakët që i kanë pas ose shejtani javë ka zbukuru shumë prej politesëve, javë ka zbukuru vrasjen, mbytjen e fëmijëve të tyre. Ato që i përmena, arsyet. Domethënë dashur vllazni, edhe e kota, edhe mendimi i keq, edhe mendimi prapambetur, edhe bestytnia zbukurohet te njerëzit. Ai mundohet me arsyetu, mundohet me kallëzu, mundohet me argumentu, sikur për shembull arabt. Jo, ato fise që i kanë myt vajzat, do të më mytën se veç na bin marrën. Veç na bëjnë probleme, nëse i zojnë rob, hup pozita jonë. S'kena mundësi me rujt nderin tonë, s'kena mundësi, ku t'i këshësh të gjëra janë, mundohen ata mu argumentu. Çdo person që ka bindje të gabume, qasje të gabume, ideologji të gabume, mendim të gabum, mundohet me arsyetu mendimin e vet, me zbukuru, me ndreq.
Madje diçka është më e keqja dashur vëllazni. Më e keqja është kur munohet të keqën me argumentu me diçka që është e mirë. Se me ka dhënë njerëzve veç të keqën, nashti shumë për njerëzve nuk e pranojnë. Po për shembull, unë kam drejt me kundërshtu ligjin e Zotit, fjalët e tij se Allah më ka kriju mua të lirë. Kjo është e vërtetë, Allah e ka kriju të lirë. Kjo është e vërtetë, asha e merr një pjesë të vërtetës, edhe përmes pjesës të vërtetës e arrin një anë tjetër që nuk është e vërtetë. Madje Ibn Taymija thot rahimahullah, rruga më e shpejt, më e sigurt, më e madhe, më shumë e përdor të njerëzit për me depërtu e keqja në mesin e tyre është të e përdorë të mirën. Të e përdorën, për shembull banorët e Mekës, kamatës i kanë thonë në tregti, biznes. Ajo është një pjesë biznesi, është e vërtetë. E kanë marrë një pjesë veç të vërtetës, edhe e kanë lënë atë pjesën tjetër. Edhe në jetën e përditshme, dikush për shembull më thon për shembull dikujna, që kjo nuk shkon bën, nuk kanë rregull kjo, se nuk është e logjikshme. Ai munohet me ta arsyetu mendimin e vet me diçka për argumenteve logjike. Që mos më ra krejt komplet, mos zhvesh komplet edhe më thon çka i të thonte. E dashur vllaznin, në çit pikë është shumë e rëndësishme pas parasysh na kur debatojmë me njerëz ose kur flasim me njerëz. Çdo sen që e thot të vërtet në qasën e tij, e vërteta nuk refuzohet. Nuk refuzohet e vërteta. Vetëm i tregohet pika e problemit që e ka ai, pika e debatit që ai nuk është u mujt me kuptu. Për shembull, e përmend edhe ndersën e kalu. Ka shumë njerëz tash edhe për muslimanëve që thonë Allah s'ka nevojë për ibadetin ton. Allah është i pavarur. Allah është i pasur. Çka ka nevojë Allah për lutjet tona? Është e vërtetë, ja? Kjo është e vërtetë. Fjala si fjala është e vërtetë. Rezultati nuk është i vërtetë. Ti s'bën me thonë, jo, Allah i ka nevojë, ja stakfirullah. S'bën me thonë kështu. Po bën me thonë është e vërtetë që Allahu nuk ka nevojë për adhurimin ton, po çysh Allahu na ka kallëzuar që s'ka nevojë për adhurimin ton, po ashtu Allahu ka kërkuar që na me adhuru ata. Tash nëse kena drejtimin të dy të Zotit, pe marrmi krejt. Një pjesë me marr, një pjesë mos me marr, nuk ja vlen. Ose për shembull shumë për muslimanëve sot që ju ndiku pi rrethit menojnë që feja islame është vetëm adhurime. Vetëm adhurime është. Mu fal në xhami, me bo mirë, me menu për tjerë të mirë. Që kjo është feja islame? Ligje kështu, ja, ligjet janë këto tjerat. Ja, dispozita, ja, harame s'ka nevojë. Pse harame, për shka harame? Këta e marrin një pjesë që është e vërtetë, një pjesë tjetër e lojnë. Na themi ligji i Allahit është një. Nuk dallon një pjesë në ato, një pjesë këton. Komplet ligji i Allahit është një. Që aty ku mundesh me marr, e merr, e praktikon. Aty ku s'mundesh, edhe kur i muhabeti. Allah inshallah ta falë dhe ta mundson me praktiku. Andaj dashur vllazni, realitet secili që është në rrugën e gabuar, munohet me arsyetu vetveten me argumente. Ka një herë argumentet i ka të sakta, ka një herë argumentet i ka drejta, por rezultati nuk e ka në rregull. Andaj është shumë rëndësi për neve se musliman me nda këtë pikë. Aty ku e ka mirë, mi thonë po vlla, e ke qellu. S'ka i nati këto. S'ka i nati kur gjë. Ku ja ka qellu, Shumë mirë. Pikën tjetër ku nuk e ka mirë, thonë jo, kjo nuk është rregull. Dhe kjo është një prej formave më të mira të mbajtjes së drejtësisë. Me marrë drejtësi gjatë debatit, se shumë për njerëzve nuk kanë drejtësi gjatë debatit. Menon që çka të thonë kundërshtari i tij, ky do të më kundërshtu që ky më kallëzon më i fortë. Debati nuk është me fitu. Debati është për me qitën drejtin në rrugën që e meriton. Ai që është i drejtë me dalë përpara. Ai që nuk është me mësu pe atina. Dhe nëse është njëti që çdo pastaj rezultati është i mirë. E fundit dashur vllazni, Allahu po e çon krejt çto dispozita që janë thjeshta për lop, që i kanë da, që i kanë bo, krejt që ta po e çon ortakëri. Ortakëri me Zotin. Një pyetje për baj tash, juve, ja bëni pyetje. Kena përmend këtë temë shpesh. Banorët e Mekës a kanë menu që idhet e tyre janë zotat tyre? S'ka menu që janë zota. Bravo, shumë mirë. E çysh Allah i peçun
veprat e tyre që i bojnë pëlqen ortakëri me Zotin, kurse ata s'kan thonë që janë zota. Ortakëri do të thonë i kanë bërë bashkë edhe ky Zot edhe ky Zot. Kurse në realitet ata s'kan besuar që janë zota. Po, shumë bukur, përgjigja shumë e mirë. Do me thonë dashur vllazni, ka mundësi me qenë ortakëri shirk diçka në uluhije, në adhurim ndaj Zotit, në adhurim, jo në gjëra tjera. Për shembull, unë ka mundësi me bë shirk edhe nëse tham që Zoti ekziston, Zoti është i fuqishëm, Zoti është furnizues, Zoti ashtu, prap ka mundësi me bë shirk. Prap ka mundësi me bë ortakëri. Qysh nëse baj diçka çysh kanë bë banorët e Mekës. Nëse mendoj që një varr ka mundësi me ndihmu. Nëse mendoj që një varr ka mundësi me ndërmjetësu te Zoti për mua. Kjo është shirk. Për këtë arsye Allahu, edhe pse këta i kanë bërë çto vepra, nuk i kanë thujt idhet e të në Zot, si kanë thujt banorët e Mekës, veprat e tyre i kanë thujtur ortakëri. Që e kanë bërë bashkë me Zotin. Pse? Se adhurimi që bëhet veç për Zotin, lutja që bëhet veç për Zotin, mbështetja që bëhet veç te Allahu, këta e kanë lënë një pjesë asaj edhe për dikant tjetër. Kurse Zotin e kanë besuar si Zot, hak është ai. Amo një pjesë të adhurimit që e kanë pasur ata ritualin e vet, e kanë bërë edhe për idhujt. Ata që sillen rreth vorrave për muslimanëve, një pjesë të adhurimit ja kanë lënë vorrave. Kjo është realiteti. Kjo është e rëndë, por kjo është realiteti. Një pjesë të adhurimit ndaj Zotit e kanë lënë, e kanë lënë edhe për dikant tjetër. Kjo në gjuhën e fesë quhet shirk, idhujtari, ortakëri. Kurse tipar kryesor, bazë elementare e fesë tonë është besimi i kthjellët vetëm në Allahun azza wa jall. Lutja vetëm për Zotin, adhurimi vetëm për Zotin, mbështetja vetëm te Allahu, e kështu me radhë, që zemra e besimtarit me qenë vazhdimisht vetëm me Allahun, jo me dikant tjetër. Allahu përmend thot këtu edhe një pikë edhe me këtë për përmbylli inshallah. Thot ata ortakët e tyre i kanë shti këta njerëz me ndalu atë që Allahu e ka leju edhe me leju atë që Allahu e ka ndalu. Kjo është sharon hala më bukur këtë qendrim që e përmeni. Do më thonë, Allahu i ka thujt ortak veç pse këta kanë thonë që kjo është haram, Allah i se ka bo haram. Që kjo është halal, Allah e ka bo haram. Paramënon e vllazni, sa rrezikshme është kjo mesele. Mos me ditë, me thonë diçka vallai që kjo është ndalu, mos që kjo është halal, nuk e din, ki arsye te Zoti. Me ditë edhe me thonë që kjo është haram. Po ka përmend Allah në Kur'an. Po vallahi ka përmend, po mua nuk më mend që është haram. Kjo dashur vllazni, kjo është pjesë e ortakërisë ndaj Zotit. Pse? Jetu ju përzi Zotit në gjykim. Allah i ka gjykuar çdo. Ti po thuaj jo, unë e kam një mendim këtu. A ban edhe me pas mendimin tëm? Po ban, veç del pe fesë tani ban me pas mendim, s'ka problem. Amo tani del larg. Edhe se di ku kthesh. Andaj dashur vllazni, ka mundësi edhe në dispozita njëri mi bë ortakëri Zotit, jo vetëm në adhurim edhe në lutje edhe në drejtim ka ai. Kjo ishte ajo farë rezumeja e këtyre ajeteve që flasin për një temë shumë të rëndësishme. Lut Zotin që na mësoj që ta kuptojmë Kur'anin ashtu siç Allahu kërkon prej neve, të përfitojmë për mësimeve dhe të jetojmë ashtu siç kërkon Zoti prej besimtarëve si muslimanë dhe të vdesim të tillë inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.